Edisona të përshëndes, për cilët deputet bëhet fjalë dhe për çfarë akuzohen ata? Ju përshëndes Stefanta, bëhet fjalë për të paktën 3 deputet të Partisë Demokratike, saktësisht për Tomor Alizotin, Edmondo Spahon dhe deputetin e qarkut të Elbasanit, Qanit Xhafa, për të cilët tashmë policia ka nisur procedim në gjendje të lirë për protestën e organizuar në rreth rrotullimin e Bradasheshit gjatë ditës së djeshme. Këta persona, së bashku me rreth 20 protestues të tjerë, janë duke u proceduar në gjendje të lirë për të paktën 3 akuza: organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme, pengim i qarkullimit të automjeteve të transportit dhe mosbindje ndaj urdhrit të policisë. Gjithashtu policia e Elbasanit përmes komunikatës zyrtare të bërë të ditur gjatë ditës së sotme njofton se gjithashtu janë shpallur në kërkim 3 persona të tjerë, të cilët do të ndiqen në gjendje të lirë për veprat e sipërpërmendura. Ndërkohë që veprimet e policisë kanë vijuar me masën e arrestimit ndaj 3 protestuesve të identifikuar si pronarët e automjeteve të cilat bllokuan rrugën dhe aksin Elbasan-Tiranë gjatë zhvillimit të protestës pasditën e djeshme. Saktësisht është arrestuar nga policia e Elbasanit shtetasi Edmond Pojani, Arben Pietri dhe Hamza Lamçja. Të 3 këta persona me automjetet e tyre personale bllokuan akset rrugore gjatë ditës së djeshme, duke penguar qarkullimin normal të lëvizje normale të automjeteve. Gjithashtu, në komunikatën e policisë së Elbasanit bëhet me dije se është identifikuar edhe një tjetër person i cili ka vendosur automjetin me qëllim bllokimin e lëvizjes së lirë, por që ky shtetas është larguar gjatë ditës së djeshme dhe është shpallur në kërkim nga policia e Elbasanit. Gjithashtu është njoftuar se për të 3 këta shtetas të sipërpërmendurit që aktualisht janë në komisariatin e policisë së Elbasanit si persona të arrestuar, policia ka bërë të mundur edhe sekuestrimin e mjeteve të tyre personale. Dhe gjithashtu njofton se sapo të lokalizohet vendodhja e personit të 4, i cili ka në fakt edhe ka një urdhër arresti ndaj tij, do të bëhet i mundur edhe sekuestrimi i mjetit të tij. Ndërkohë që vijojnë të jenë ambientet e policisë Elbasanit 3 të arrestuarit, gjatë ditës së sotme në fakt në ambientet e policisë Elbasanit, momentalisht që jemi duke raportuar, kanë vërritur 2 deputetë të Tomor Alizoti dhe Qanit Xhafa për të bërë një kërkesë për lirimin e protestuesve të arrestuar dhe pushimin e çështjes së ndjekjes së lirë për rreth 23 persona të tjerë. Riteksojmë edhe një herë se në gjendje të lirë janë duke u hetuar 23 persona, edhe pse 3 ende nuk janë kapur nga policia e Elbasanit, por që mbi ta tashmë ka nisur procedimi në gjendje të lirë. Do të presim përfundimin e hetimeve nëse do të ketë ndryshim mase apo jo.